Përshëndetje miq dhe mirë se riktheheni në kanalin tim të YouTube-it. Sot do flasim për vitamina, më konkretisht për efektet anësore të suplementeve. Po, është e vërtet që vitamina, në qoftë se marrin për një kohë të gjatë pra suplementet të tyre dhe në doza të larta mund të kenë efekte anësore. Dhe nisa ta bëj këtë video për arsye se shpesh dëgjoj njerëz që marrin vitamina, multivitamina dhe thonë se vitamina janë s'ka gjë. Me idenë që janë vetëm të mira dhe nuk pas kanë asnjë lloj efekti anësor. Por nuk është kështu dhe doja zbuloj unë sepse le ta fillojmë duke sqaruar se në total janë 13 vitamina, nga të cilat 9 janë të tërheqme në ujë dhe bëhet fjalë për vitaminën C dhe vitaminat B kompleks, por gjithashtu kemi dhe vitaminat A, D, E dhe K, të cilat janë të tërheqme në yndyrna. Dhe janë pikërisht këto vitamina të tërheqme në yndyrna të cilat kanë dhe efektet anësore më serioze në rast se merren në doza të larta për një kohë të gjatë. Dua të theksoj gjithashtu se është e vërtetë që vitaminat kanë efekte shëndetësore pozitive, por që neve duhet i marrim ato përmes dietës. Dhe është e vërtetë që shpesh përmes ushqimit nuk është se i plotësojmë të gjitha nevojat tona dhe në rast pa mjaftueshmërie, duhet patjetër që të marrim suplemente. Por e ritheksoj në rast se e teprojmë me këto suplemente për një kohë të gjatë dhe për doza të larta do kemi efekte siç është për shembull rasti i vitaminës A, e cila në rast se merret për një kohë të gjatë mund të shkaktojë edhe probleme me toksicitetin e saj, pra bëhet helmuese duke dëmtuar në këtë mënyrë mëlçin. Sigurisht që efektet mund të jenë gjithashtu edhe akute në rast se merren sasitë e larta, të cilat do shoqërohen me simptoma të ngjashëm me ato të një helmimi ushqimor që nuk kupton të vjella, të përzierë, apo edhe shqetësime gastrointestinale, dhimbje barku dhe diare. Kemi vitaminën D. Vitamina D ka shumë benefite për shëndetin tonë. E dim që na bën mirë për kockat, por na bën gjithashtu mirë edhe për sistemin tonë imunitar, duke parandaluar edhe një sër sëmundjesh infektive. Mirë po, marrja vitaminës D në doza të larta mund të shkaktojë probleme dhe konkretisht ka të bëjë me marrjen për një kohë të gjatë që mund të shoqërohet dhe me shfaqje në gurme në veshka. Vitamina tjetër e tërheqme në yndyrna është vitamina E. Vitamina E është një lloj vitamine e cila përgjithsisht nuk është se është e zakonshme që të marrim doza shumë të larta. Por në rast se ndodh mund të kemi probleme sepse mund të shkaktojë shumë hollimin e gjakut. Madje mund të veprojë edhe me varfarinën që është një lloj holluesi gjaku, duke rritur riskun kushtuar edhe për gjakderdhje. Ndërsa vitamina e fundit e tërheqme në yndyrna është vitamina K, por është një lloj vitamine që të kemi probleme me marrjen në doza të larta është pothuajse diçka e rrallë e pamundur për arsye se fatmirësisht trupi ynë ka aftësinë që ta eliminojë sasinë e tepërt. Kalojmë tashmë te vitaminat të cilat janë të tërheqme në ujë. Fatmirësisht janë vitaminat të cilat nuk është se kanë ndonjë problem shumë të madh shëndetësor në rast se merren në doza të larta. Në rast se flasim për vitaminën C për shembull, është një lloj vitamine e cila në qoftë se do ta tepronim pak, flasim gjithmonë për suplementet, më tepër do të kishim probleme të tipit diare, fryrje barku, apo dhimbje barku, apo edhe shfaqje të urthit, që janë më tepër shqetësime gastrointestinale se sa efekte aq të rëndësishme anësore, siç ishte rasti i vitaminave që ishin të tërheqme në yndyrna. Vitaminat e tjera të tërheqme në ujë janë vitaminat B kompleks, dhe jo të gjitha këto do të kenë ndonjë efekt anësor kush e di se çfarë. Vitamina B3 për shembull mund të shkaktojë skuqje të lëkurës, B5 diare, B6 pirje në pjesën e duarve dhe të këmbëve, ndërsa B9 është pak më problem se të tjerat sepse në vetvete sasia e tepërt të vitaminës B9 nuk është se ka ndonjë efekt anësor, por problemi është se do të maskojë mungesat që mund të kemi për vitamin B12 dhe pa mjaftueshmëria me vitamin B12 mund të ketë një sër problemesh të caktuara neurologjike. Kjo ishte videoja për sot. E ritheksoj se është shumë e rëndësishme që të plotësojmë nevojat tona ditore me vitamina për arsye se realisht kryhet një sër funksione shëndetësore në organizmin tonë. Por e mira është që këto nevoja të plotësojmë përmes dietës. Është gjithashtu shumë e vërtetë që nuk është se po arrim dot të plotësojmë të gjitha këto nevoja me dietën apo përmes ushqimeve, prandaj mund të jetë nevojshme që të marrim edhe suplemente me vitamina. Ajo që unë them është se nuk duhet i marrim me mendjen tonë. Patjetër që duhet të konsultojmë me një mjek që do të na ndihmojë për sa i përket dozave, por gjithashtu që për t'u bazuar nëse kemi pamjaftueshmëri apo jo, sigurisht që duhet të bëhen analizat e gjakut për të evidentuar se sa do të jetë sasia e tyre në organizmin tonë. Ju falenderoj nëse më ndoqët deri në fund, pavarësisht se era nuk po na lë rahat dhe po luftojmë pak me flokët e mia. Nëse mendoni se keni marrë informacion të vlefshëm, ju ftoj që ta bëni like video dhe ta ndani me miqtë tuaj në share dhe gjithashtu ju ftoj që të bëni subscribe, na abonohuni në mënyrë që të mos humbisni asnjë video. Bashkë do të shihemi në videon e radhës dhe deri atëherë ju uroj të gjithëve shëndet.